Teksa Vlora është në prag të çeljes së sezonit turistik, shqetësimi për sigurinë publike po rritet për shkak të pranisë së qenëve të rrugës, ndërsa qytetarët denoncojnë mungesë masash konkrete nga autoritetet. Së fundmi, një zonjë është kafshuar nga qenë endacak në një zonë të frekuentuar të qytetit. Ky rast vjen vetëm rreth 20 ditë mbas sulmit ndaj një fëmie 3 vjeçar në të njëjtën zonë, duke ngritur alarmin për sigurinë e banorëve dhe vizitorëve. Dhe çdo mëngjes një has këta qenë një turm më shumë se 5-6 dhe herë u lërasin, herë lehin të çmendur dhe dje sa kam ardhur që të merja pistën ciklabile me biçikletë më janë hedhur 5-6 qenë dhe ma kanë heq të gjithë anën e këmbës këteja. Shkova në ndihmën më kanë sulmuar shumë keq dhe rash me gjithë biçikletë vetëm se kisha çantën dhe kërkova të mbrohesha me çantën. Dhe mora guxim në atë moment, sepse unë ndjeva shumë keq, u tmerrova të vërtetën. Dhe i shmanga me çantë këta të krahut të djathtë, kurse në krahun e majt hariti një që ishte më i lartë i tufës, të themi, dhe më kapi gjithë këmbën. Shkova në ndihmën e shpejtë, bëra tetanozin, bëra ato mjekimet, edhe sot do shkoj të bëj vaksin. Kalova përsëri te rruga, kërkoj të kaloj rrugicave të fshihem sepse ata i ke çdo ditë prezent këtu. Ata janë çdo ditë dhe unë kam shumë frikë. Jemi në lungëmarrje, kjo është zona më e bukur, zona më e mirë, por unë njëkohësisht dhe në mëngjes se jam çik sportive, dua të shkoj në anë të detit, i has gjithmonë aty. Nuk di ku të shkoj. Ndihem nga kjo që më ndodhi dje, kam shumë frikë, siç e ndjen dhe zërin dridhem kur i kujtoj. Banorët thonë se qenët jo vetëm që sulmojnë njerëzit, por u hidhen edhe makinave në lëvizje, duke shkaktuar dëme materiale dhe panik. Këtu nuk ecën dot vetëm nga qenë. Pse? I qepet makinave 10-15 ma qenë, u qepen mbrapa. Kur duan të hanë makinat, po neve që jemi njerëz. Këta mos mendojnë për qenë, ti mbajnë me para, po të mendojnë për populli, që unë ma 120.000 lek pension. Qenë të rrugës janë të papar, qepen makinave, u qepen bicikletave, u qepen njerëzve, ti ku i ke grumullat. Të plën tani, këta janë atje grumull atje. Qojnë ata tani, ja brigata. Vetë jeni kapsuar me çfarë? Ja ku e kam unë, ja, me kam, ja, shiko ku e kam unë, ja. Bashkia i bëj thirrje, të mbledhi qenë, ka njerëz që i pagojnë atje që i mbajnë, ato le këta jo zonja, mos i fusin xhep, po të mbaj qenë, mos i lëshoj qenë ajo të hanë njerëzit, e të edhi njerëzit nga bicikleta, e tu qepen makinave, zgucojmë tiki me në zdeti se na vinë 10 qenë nga brapa. Në moment i ka shoj të zonjën isha aty, se aty punoj, dhe që të gjithë qeshtin bëni sejes. Një qift italianës ndaloj atje dhe direkt me gjuhën e tyre akuzonin kryetarin e bashkisë si ishte mundur që nuk ka marrë rast i mas. Si ishte mundur. Qëni italiani ishin, dikush që dinte italisht komunikoj me ta, i tha duhet hequr djetisht. Se ata u ndalun, u detyron të shoqërojnë që të kalojnë qenë. Ja qenë flën gjuhën për 7 palqefe, dhe që nga hata e madhe po vriten miliona njerëz në botë su bën nami. O helmoj o diluzot. Na kërkon ndihmë. Aq shumë janë shtuar sa nuk di ku të futesh. Unë kam frikë për veten time nga qendë dhe më duket sikur të gjithë janë si mua dhe thonë ç'po bëhet në Vlorë. Para pak ditë shja, po gjengri fëmijë. Kthej nga vetja, të tanë fëmijën në atë moshë qendë e bërse herë. Qytetarët theksojnë se pavarësisht afrimit të sezonit turistik, nuk është marrë asnjë masë konkrete për menaxhimin e qenëve të rrugës, duke rrezikuar imazhin e qytetit dhe sigurinë e të gjithëve. Ata i bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse të reagojnë menjëherë përpara se situata të përkeqësohet më tej.